Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ndjekës të kanalit tim. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të treguar një histori që më besoni do t'ju lër pa fjalë. Sot do të flasim për një ngjarje të pazakontë, për një histori që kjo grua e ka në shpirt si peng dhe dëshiron që ta ndan me të gjithë ju. Një histori që dikur është përfolur, por tani më ka filluar edhe të vdes, domethënë ka filluar edhe të ndalet, të mos komentohet më. Një vajzë më ka shkruar për ta ndarë historien e saj. 22 vjeçe ka qenë kur e ka njohur një djalë. Një djalë që ka qenë më i rritur në moshë. Ka qenë i bukur, ka qenë zeshkan, ka qenë i lartë, ka qenë tërheqës. Dhe që vite më herët, do me thënë njerëzit të cilët i manifestojnë gjërat, edhe i arrin gjërat në jetë. Nëse ti e manifeston momentin me një njeri, e manifeston, nëpërmjet ligjit të tërheqjes, ti do me thënë e tërheqë atë në një farforme. Edhe dikur në jetë, ti do ta njohësh atë njeri. Dhe pikërisht, kjo storje është e tillë. Zonja në fjalë e ka manifestuar njohjen me partnerin e saj, me njeriun e saj të zemrës. Gjithmonë kur ka kaluar në qytet dhe ka kaluar tek biznesi i këtij djalit, sepse ky djali ka patur një biznes, kjo e ka parë, i ka dalë përpara syve, e ka përshëndetur, ja ka ngritur dorën. Kur ka kaluar natën me makinë, kur kanë bërë xhiro nëpër qytet, ja ka hedhur syt, do me thënë e ka parë, e ka manifestuar shpirtërisht këtë ndjenjë, këtë dashuri, këtë djalë, këtë emocion. Dhe kjo vajza e ka jetuar këtë ndjenjën për vite me radhë. Ka ardhur momenti, nga një rastësi e bukur, këto të dy kanë hyrë në komunikim. Kanë ndarë numra dhe kanë nisur që të bëjnë bisedën. Natën e parë nuk e haron fare kjo, domethënë ka qenë muaj dhjetor. Vajza ka qenë në dhomën e saj të gjumit, domethënë në përshkruan thotë e kisha dhomën në katin e tretë. Dhe ai ka bërë telefonatën e parë dhe i ka shkruar mesazhin e parë. Dhe më pas kanë filluar që të bashkëbisedojnë, domethënë të ndrojnë në biseda. Bisedat e tyre kanë qenë shumë të gjata, që nga ora 10 e darkës deri në orën 3-4 të mëngjesit. Dhe ka filluar që të ndërtohet si një ndjenjë. Pasi është ndërtuar ndjenja, do me thënë tek vajza ka qenë pothuajse gati dashuria, ato dashurit që thonë në shikim të para, realisht këto janë dashurit të manifestuara, pasi që ka filluar të ndërtohet ndjenja. Vajza dhe djali kanë filluar që të dalin, por djali ka patur një lidhje të hapur dhe shumë të gjatë. Një lidhje që e kanë lidh interesat, e kanë lidh bizneset. Me thënë të gjitha ato biznese që ky i ka patur falë kësaj lidhjes që ka patur. Dhe pikërisht, kjo unaza, le ta themi unaza, që ka qenë rreth e qark, ka qenë arma që e ka mbajtur këtë djalin në këmbë, që e ka mbajtur të djalin të fortë në një farë mënyre. Dhe kjo ka qenë pika ku ky djalë ka qenë krenar, i lumtur dhe i bukur. Pas 6 vitesh lidhje që kësaj vajzës i ka shprehur emocion, i ka shprehur dashuri, i ka shprehur respekt, ky djalë ka filluar që të largohet dhe ka krijuar martesën të tij. Në momentin kur e ka krijuar martesën, ka lindur dhe fëmijën me njëherë, dhe ne ka bërë dhe fëmijën e vetë. Dhe pas një periudhe, kjo vajza nuk i ka treguar që ka mbetur shtatzën. Me thënë, ka lënë shtatzën edhe këtë vajzën.
Pasi që biznesi ka filluar të bie, pas disa vitesh, djali ka vendosur që të udhëton drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me gruan e tij dhe me fëmijën e tij. Do me thënë, bashkarisht kanë vendosur që të ikin në Amerikë sepse biznesi ju ka rënë. Do me thënë, këtij djalit ka filluar t'i dele vërteta dhe ju ka rënë biznesi, ka filluar, do me thënë, t'i përndjek shteti. Dhe kjo vajza nuk ja ka treguar që fëmijën e ka patur me të, por rrethi kanë folë që, do me thënë, kjo ka mbet shtatzën me dikë tjetër dhe ky e ka marrë inat, ka urrejtje të jashtëzakonshme dhe ka hequr dorë në të gjitha format nga partnerja që e ka patur më herët, që realisht e ka dashur. Tani, vajza po rritet, sepse vajza në fjalë ka lindur vajzë. Vajza po rriten harxhimet, po rriten shpenzimet, po rriten streset, ankthet, tmerret. Dhe vajza në fjalë dëshiron që të bën një lëvizje, thot që unë nuk e di se çfarë të bëj. A ti telefonoj dhe t'ja tregoj të vërtetën, apo thjesht, do me thënë, thot ta mbyll si marrëdhënie, ta mbyll si histori dhe të mundohem që të vërtetën time ta kërkoj diku tjetër ku realisht nuk është e vërtetë. Ti e duke kërkuar një gënjeshtër, të cilën ti dëshiron ta ajo si gënjeshtër. Tani vajza në fjalë ka këto pikpyetje dhe dëshiron të merr mendimin tim personalisht dhe mendimin tuaj. Do me thënë, nuk ka komunikim me djalin, komunikimet janë mbyllur që në momentin kur djali e ka kuptuar si një tradhë ti, që me një herë pas ndarjes së tij kjo ka mbetur shtatzën dhe e ka marrë si kur ja ka bërë për inat sepse ky e ka bërë martesën, ndërsa vajza thot që ky ka patur në mendje që në mënyrë të fshehur të kujdeset për këtë dhe ta merr të ikin dhe sot është prishur komplet plani. Tani, unë e shpjegova të gjithë ngjarjen në mënyrë të detajuar dhe tani unë do t'jap mendimin tim. Për mendimin tim, unë mendoj që sinqeriteti është vatra e lumturisë. Një njeri që është i vërtet dhe është i sinqert dhe i tregon gjërat sinqerisht, ai njeri fle me shpirtin rahat, sepse nuk ka arsyetime ndaj askujt tjetër, përpos dashurisë edhe vetes shpirtit të tij. Unë mendoj që ti duhet të jesh e sinqert një herë për gjithmonë në jetë për t'ia treguar të vërtetën, për t'ia thënë të vërtetën që ai në një farë mënyre të ketë atë pasqyrën e pastër dhe të di të bëj lëvizjet, se sado që ju të jeni të ftohur dhe të inatosur, kur vjen puna te fëmia ndryshojnë gjërat. Me thënë, fëmia është dhurata më e bukur që Zoti ta fal. Dhe kështu që mendoj sinqeriteti do t'i ndryshojnë gjërat në jetë.